Për shembull, nëse të ndërlozër në debat me ndonjë nga, për shembull, të krishterët, që ka debata? Na si musliman, për shembull, a kena hezitim me qelë temën e Trinitetit? Jo. Është ka kështu dilemë reale. Baza e fesë është temë diskutimi për neve, pa problem. Pala e tjetër, ose tjera palë për shembull, a mundet me qelë diskutim komplet, ballhapur me surën El Ikhlas? O një keni surë, thotë Kul huwallahu ahad. Qysh ahad? A mundet me? Ose Allahu Samad. Qysh këtë kanë për Allah, s'kanë për kanë. Qysh ka mundësi? A me qelëm kur dani? Po qështu thejmi na, po ballhapur dhe faqebarët. Po kur s'ka këtu tema me u qelë, qështu në besim në Allahun xhallahu ala, në çështje madhore, ama po është pejgamberi ju ka martu një çik të reja, ka martu. Mire, hajde kësa ja po përgjigjem. Po kjo është kajtë atje në skajtë në fund atje Allah. Ti të mrishti këtë dilemi i kinje 55 tjera përmarë. Hajde nisëm për fillimit, ka dali, qërëm ka një kaloj, tani edhe të këvim. Mirë, po mas pari akuzë shpifje, kur kjo zvez, hajde pengojna e privojna, hajde presim se mos pëdes, hajde presim se kjo shkoll mshelet, kjo gjamir rëzohet, hajde kështot të në fund. Nëse veç duhet me u balavacu, hajde po e zgjidhin prase. Kur ka hangur buk, saj keme dorë të majtë, një dore ka paralizu, kje binin gjysme e qenjës një zorë është jashtë përdorimit, është të me pa njidhje. O martu me një gru që shtot, mirë, edhe këtu bëjmë dobat, së problem. Po a jenë që tu argumentet elementare, kryesore, që me të dëmërzua, është sinqerisht e pakapshme. Problemi është kur njerëzit në vëllezër vendosin qëllim. Për shembull, une fillimisht në debat, e ku mbon njët, mos me të besu. Hajtë të flasëm. E qysh se bëjnë debat, na. Na diskutojmë për t'i shpalës argumentet, për t'i fërku argumentet. Hajde, nëse aja që e ki ti matë mirë, se une bindëm me faktim argumente, po jo me prallë edhe iluzione dhe fantazma, jo me këto puna.